Tani po flasim qa ka bërë Gjest Gerta? Bravo! Me potencialin që kemi përballë po flasim. Unë e kisha sigurë. Po flasim me që është sigurë që do ishte ti gata. 100% kemi qenë të dy me 9 vota. Me 9 vota. Po do të Katarina sot ke klipin që pat. Ai isha në tavolinë, isha në grup. Koherent, sport, po them. Unë të llogarisë fare si lojtarë ku ne vëmë ka bërë gjë. Dëgjoj, po flas me potencialin që kemi përballë. Po Me dinamikat. Po kjo e ka se ka marrë protagonizmin, po e ka marrë. Po le ta marrim mo. Po e thamë opinionistët. Rozana Radi ty të ka lënë, nuk të konsideron më. Kështu që unë shkova. Kjo gjë juaj tash në vazhdim Unë shkova. Tash do ri koherente emrit Jozit. Okej, s'më plas fare. Sepse sot unë ças dëgjova Aneta Priozin dhe tash Rozi shkoi drejt fytyr. Për mendimin tim nuk kisha çu Jozin për finale. Po. Asa jo tjetër që është krau i ti. Ai tjetër. Ty me çu për finale? Jo, mos do të Dhënë ti, që ishin ata më logjikshëm. Dy të cilët ishin Gerta dhe Jozi. Si që nuk e shohun atë. Gerta, jo, ishte Jozi pastaj Gerta dhe Gjesti. O zemra, ti nuk e ke ditë. Një sekond, më të mbarojmë çik të Kam 2 orë se jam të nisur. Një sekond dhe të mbarova. Gerta Gjesti. Tani, ti ke dhënë 4 emra. Unë kam thënë të parin. Kam thënë Çka kam thënë, ku kam thënë emrin e parë? 2, 3, Jo. Kam thënë, Duket se ke thënë. kam thënë Eglin. Emrat e finalistit. Gjestin, Eglin, Jo, Laertin. kam thënë Eglin, kam thënë Gjestin, kam thënë Laertin, kam thënë Jozin, kam thënë ty. ke thënë 5. Jemi dakord. Tani, ti në Me 3 isha. Mirë, okej. 3 të cilët ishin emrat më common, ata që më shumë përsëritën. 1, 2, 3. I kisha aty në grup. 3 me Eglin. Pastaj futet dhe Laertin për arsyet e tua që dim të gjithë këtu brenda. Jo, çfarë arsye? Gjemi kushuri. Së toleroni, jo, arsyet i tashun. Jo, arsyet e mia. Arsyet i jo, 20 stop.